Xhavdet Plaku, i njohur si Akili, një person me rrezikshmëri të lartë, është një nga personat e arrestuar në qytetin e Durrësit, teksa po darkonte me 6 persona të tjerë në një restorant në gjirin e Lalzit. Gjykata e Breshjas në Itali ka lëshuar urdhër arresti ndaj tij për kryerjen e veprës penale trafikimi narkotikëve. Xhavdet Plaku ka shpëtuar disa atentateve, ndërsa rezulton i arratisur nga burgu i Anconas në muajin janar të këtij viti, edhe për këtë arsye autoritetet gjyqësore italiane kanë lëshuar urdhër arresti për të. Mbi të rëndonin akuzat për 2 vrasje, si edhe si kreu i një grupi kriminal ndërkombëtar droge. Plaku ishte mbajtës i më shumë se 20 identiteteve dhe ka pasur rrjetin e tij kriminal në Holland, ku lëvizte me 10 kilogram kokainë. Në vitin 2018 ai u arrestua së bashku me 53 persona të tjerë për këtë vepër penale, teksa darkonte me miq, të cilët po ashtu u arrestuan. Plakut ju gjet një armëzjarri tip pistolet me fishek në foleg gati për shitje në çantën portofol. Megjithatë, si ai ashtu edhe të tjerët në tavolinën e ngrënies në restorantin e gjirin e Lalzit, në momentin kur ka hyrë policia, nuk kanë bërë asnjë rezistencë, edhe pse ishin të armatosur të paktën 4 prej tyre.